nuk ka të vërteta absolute. Absolute është ajo që është relative. Pra, e vërteta jonë nuk është si mohohet nga ata. Ata e kanë mohuar. Për shembull, nëse thuhet gjysma e të vërtetës prej tyre, Albanopolis, nga Ptolemeu në vitin 150 mbas Krishtit, është një zonë Albanove, është Tiranë, Krujt, Durrës, Mirdit, Pekin, Elbasan, një zonë e rënuar. Ata nuk e thanë që të kujtonte një qytet të luzuar të shekujve 6-5-4. Ata thonë që Durrësi është themeluar nga kolonët grek në 627. Ne themi që Durrësi përbëhet nga mbretër para 627, Taulant, Enkelej, Parthinët, Partët, të bardhët. Pra nuk i themeluan kolonët grek. Kolonët ishin disa tregtar që bënin shkëmbelin, merrnin krip nga teti, merrnin veshje, merrnin metalurgji, metale nga Mirdita, edhe bimin në një diçka nga Atina. Pra këta ishin kolonë tregtar. Ndërsa Apollonia dhe Durrësi nuk është themeluar kurrësi nga këta kolonë, por ka pas ekzistuar se para se të ishte Apollonia, ishte Kryegjata, qytet nga 10.000 vjet e rektej. Para se të ishte Durrësi, ishin Atlantidasit të Durrës, në perëndim të Durrës, që në Atlant u kthyen në Taulant. Dhe para se të ishte Putrindi, ishin mbretërit që e pritën Piron e Ptolemeun, djalin e Akilit, e pritën me shishe vere.